siç kemi filluar në të gjitha takimet e kësaj fushate, që është një fushatë zgjedhjesh në organizatë e partisë, por është shumë e rëndësishme që të mos jetë vetëm një fushatë zgjedhjesh të kryetarëve të organizatave, pastaj të kryetarëve të njësive, pastaj të kryetarëve të bashkisë, të partisë, por të jetë një fushatë për të folë me të gjithë socialistët kudo ku janë në radhë parë, pastaj edhe me të gjithë mbështetësit tanë në çdo komunitet në fazën e dytë. Besoj që nëse do mundoheni pak të kujtoheni kur unë thosha që do mbyllim negociatat në 2027 dhe do antarësojmë Shqipërinë në Bashkinë Evropiane në 2030, thoshin që ky i sajon këto nuk qëndrojnë as në qiell as në tokë, ku e di ky, si i dy ky, kjo është gënjeshtër etj etj. Ndërkohë që pastaj doli që si ishte fare një sajes apo një opinion i imi. Por ishte, siç unë thosha, një marrëveshje me Komisionin Evropian për të ekzekutuar një kalendar pune dhe për t'i kryer detyrat e shtëpisë ne si Shqipëri me një ambicie të madhe edhe me një plan shumë ambicios që përfundon në 2027. Dhe pastaj, mbasi negociatat në 2027 përfundojnë me Komisionin, mbetet koha rreth 2 vjet për të marrë miratimet në parlamentet e vendeve anëtare, sepse gjithë parlamentet e vendeve anëtare duhet shprehen për një antar të ri. Dhe kështu shkon me një llogari edhe të çfarë mund të ketë në ndërmjet në 2030. Dhe faktikisht e vërteta është që ne i kemi hapë të gjithë kapitujt e negociatave në një kohë rekord që ka ardhur edhe si rezultat i punës tonë, po edhe si rezultat i gatishmërisë tyre, se duhet të thënë dhe kjo. Sepse procesi i zhvillimit të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian është një proces ku nuk ka rëndësi vetëm se çfarë bën ti, po ka rëndësi edhe se çfarë duan ata. Dhe sa janë ata të gatshëm që të merren me ty. Ose sa shumë ata nuk e kanë mendjen derisa vendosin të merren me ty. Dhe për ta pas një ide shumë të thjeshtë se si funksionon, është si një ndërtesë me 2 kate. Në katën e parë është Komisioni Evropian, Brukseli, ku janë 35.000 njerëz që punojnë për të gjitha çështjet. Dhe ata të gjithë janë ekspertë që merren me aspektet teknike të çdo çështje që ka Bashkimi Evropian. Dhe një pjesë e tyre merren me vendet që aspirojnë të bëjnë pjesë e Bashkimit Evropian, me vendet që aspirojnë të hapin negociatat, me vendet që bëjnë negociatat. Dhe ata praktikisht i paraqisin vendeve detyrat. Ai thonë, këto janë detyrat. Duhet bëni këtë reformë, duhet bëni këtë reformë, duhet bëni këtë reformë, duhet bëni atë ligj, etj etj. Dhe duhet merrni këto masa për të ardhur në pikën që vendi të bëhet një vend ku ligjet jenë përafruar me të gjithë ligjet e Bashkimit Evropian. Dhe patjetër edhe për të vlerësuar se si zbatohen ligjet. Dhe pastaj në bazë të si vendi i kryen detyrat, ata i çojnë letrat në katë dytë. Edhe thonë, nxjerrin raportin e thonë, ky është raporti për Shqipërinë, Shqipëria i ka kryer detyrat dhe duhet hapi negociatat. Ata në katë dytë tani janë 27 vendet anëtare. Dhe aty funksionon ndryshe, aty nuk funksionon vetëm me çka ke boti. Aty funksionon sa gati janë të 27 që të thonë po. Dhe mjafton një të thotë jo, nuk bëhet.
për çdo gjë, edhe për vendimet që Bashkimi Evropian merr për vetën e vet, del njëri kundra, zbëhet. Dhe ne kemi arritur të krijojmë respekt dhe besim që se kemi pas kur më parë. Sot ne kemi momentin ton, sepse ne kemi bërë pjesën ton, siç e thash, por janë bashkuar edhe yjet e fatit ton. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë moment për aq kohë sa e kemi këtë moment. Nuk duhet mendojmë që dera e hapur e Bashkimit Evropian do rri hapur për gjithë jetën dhe na presin ne. Dera është e hapur dhe ne duhet të hyjmë brenda. Dhe ato 83 votat që dolën nga kutit e 83 mandatet që dolën nga kutit e zgjedhjeve, ne nuk na i fal asnjë që nuk është ne. Kjo është forca jonë, sepse është forca e Partisë Socialiste. Tani, siç ishte ai afat në fund të janarit, janë të gjitha afatet e tjera për punët tona. Unë flas për punët tona, nuk flas për punët e Gjermanisë apo për punët e Francës. Unë flas për punët tona. Ne duhet bëjmë punët tona, ne nuk duhet i lëmë atyre asnjë sebeb që pastaj gjërat fillojnë të vënohen. Dhe për këtë na duhet të jemi kompakt, na duhet të jemi të fortë dhe na duhet patjetër që në zgjedhjet e ardhshme vendore ne ta konfirmojmë forcën tonë me patjetër. Është e rëndësishme që Partia Socialiste të dali shumë e fortë dhe të vazhdoj të ushtroj forcë për të realizuar një objektiv që është objektiv historik. Na e ka sjell ne fati, Zoti, quheni si doni, që ta kemi këtë barë, që ta çojmë deri në fund këtë proces. Edhe populli shqiptar na ka dhënë 33 mandatet për të na thënë ja ku i keni, çoheni këtë proces deri në fund. Dhe ne nuk mund të lejojmë që ky proces të merret peng për asgjë tjetër që është në dorën e shqiptarëve. Ne na duhet të zotrojmë fushën dhe na duhet të çojmë punët përpara. Dhe kemi shumë gjëra për cilat duhet ndjehemi mirë vërtet. Po ju marr disa prej tyre. E kemi marrë ekonominë e këtij vendi me më pak se 10 miliard prodhim përgjithshëm. Sot që flasim, e kemi çuar në afro 27 miliard. Duam ta çojmë në 35 miliard në 2030. Është e bëshme. Është e bëshme. E kemi marrë ekonominë e këtij vendi, isha para se të visha këtu edhe ke Spitali i Lezhës. Aty ishim me gjithë shefat e pavioneve. Unë i kuptoj nga syri edhe demokratët, po aty po ju them që ka ndryshuar gjithçka nga pikpamja e infrastrukturës, edhe ata sot kanë paga dinjitoze, kanë të njohur vjetërsinë në punë, kanë edhe indeksimin e pagës të përvitshëm. Dhe ma thanë me plot gojën që është bërë atraktiv edhe për mjekët e ri Spitali i Lezhës. Pagat në Shqipëri janë rritur dhe rriten në sektorin privat vazhdimisht. Nuk është më në pyetje sa do ta paguaj atë që më duhet, po thjesht ku do ta gjej atë që më duhet për atë punë që më duhet. Dhe po ashtu pensionet.